Në vitet 1990, Recep Tayyip Erdogan e krahasoi demokracinë me një autobus, ti hipën dhe udhton me të, derisa të mbërrish në destinacionin tënd dhe pastaj zbret. Me arrestimin e rivalit të tij kryesor për presidencën, Erdogan duket se ka arritur në destinacionin e tij dhe tani mund ta fik autobusin. Koha e zgjedhur është domethënse, arrestimi i Ekrem İmamoğlu, liderit të opozitës dhe kryebashkiakut të Stambollit, me akuzat për korrupsion, erdhi pas rënies së regjimit Asadit në Siri dhe rikthimit në pushtet të Donald Trump në SBA. Pashtu, kjo lëvizje jep Erdoganit 3 vjet kohë që të përpiqet të kapërcej valën aktuale të protestave dhe zemërimit popullor dhe më pas të ndrejë çdisi një ekonomi në krizë përpara zgjedhjeve presidenciale të 2028-s. Ai mund ta bëjë këtë i sigurt se nëse qëndron brenda kufive të caktuar, në fakt të keq përcaktuar, kritikat nga vendet e tjera do të jenë gati të heshtura, sepse ai e ka vendosur veten si një lojtar kyç dhe një zgjidhës potencial i problemeve në ngjarjet që i prekin ato. Siç ka ndodhur shpesh në të kaluarën, Turqia është bërë një pikë mbështetje për shumicën e çështjeve kyçe që i trazojnë gjumin udhëheqësve global. Rusia dhe Ukraina, Izraeli dhe Palestina, Irani, Siria, zgjidhjet për cilin do nga këto probleme kalojnë të paktën pjesërisht nga Ankaraja. Turqia luajti një rol të rëndësishëm në rrëzimin e Asadit në Siri. Erdogan pa një dritare mundësie nga pushtimi i Rusi Ukrainës, e cila më pas u mbyll nga shkatrimi i Hezbollahut nga Izraeli në Liban. Kur milicia islamike Hayat Tahrir al-Sham marshoi drejt Damaskut në dhjetor 2024, ajo e bëri këtë me mbështetjen e Ankaras. HTS e përmbysi regjimin dhe vendosi si president të përkohshëm udhëheqësin e tij, Ahmed al-Shara. Ky i fundit hoqitor nga nofka e tij e luftës, Abu Muhammad al-Jolani, e shkurtoi mjekrën e tij të gjatë si xhihadist dhe i shtoi deklaratat e tij pajtuese. Kjo qasje e moderuar i drejtohet kryesisht botës, por Erdogan e di saktësisht se cilin ka ndihmuar të vinë në pushtet. Muajin e kaluar, ai e ftoi al-Shara në Ankara, një vizitë që tregoi se Turqia është fituesja e madhe rajonale nga lufta civile siriane. Ndikimi i Iranit është zvogluar, ai i Turqisë është rritur dhe tani po flitet për ndërtimin nga Turqia të bazave ajrore në Sirinë qendrore dhe trajnimin e ushtrisë siriane. Kjo do të afronte ushtrinë e Erdoganit me forcat izraelite në zonën tampon që ato kanë krijuar brenda Sirisë. Rritja e tensioneve midis tyre është e frikshme, por deri tani Turqia është treguar aftë të luajë me të dyja palët, si me Izraelin, ashtu edhe me Palestinën. Turqia i mirëpret zyrtarët e Hamasit, pjesërisht sepse si ai ashtu edhe AKP i kanë rrënjë tek vllazëria muslimane, por pavarësisht retorikës së ashpër ndaj Izraelit, vlera e tregtisë midis dy vendeve është rreth $7 miliardë në vit dhe ka vazhduar gjatë luftës së gjatë të Gazës. Rritja e peshës së Turqisë në arenën ndërkombëtare përkon me fillimin e mandatit të dytë të Trump dhe panikun që pasoi në Evropë, mbi fundin e garancisë së Amerikës për sigurinë e saj. Në kundërpërgjigje të paralajmërimeve amerikane, fuqitë e BE dhe Britania e Madhe kanë mbajtur disa samite urgjente për të vazhduar diskutimet e tyre 30 vjeçare rreth autonomisë strategjike. Pastaj, u kujtuan se përtej Bosforit gjendet ushtria e dytë më e madhe në NATO, Turqia. Vetëm ushtria e saj ka rreth 300.000 trupa në shërbim aktiv. Po ashtu atje ndodhet baza ajrore amerikane e Incirlik, një bazë toksore e NATO-s në Izmir dhe një sistem radarësh të paralajmërimit të hershëm në Kureçik. Turqia u bashkua NATO-s në vitin 1952 në një qasje tipike pragmatike të luftës së ftohtë. Perëndimi ishte i prirur të shmangte një revolucion të mundshëm komunist në këtë vend dhe donte një mburoj kundër ndikimit sovjetik. Rëndësia e saj strategjike ishte aq e madhe sa që anëtarët e aleancës arritën të bënin një syqore një veshurt ndaj grushteve ushtarake në vitet 60, 71 dhe 80. Pra, pozita gjeografike e domosdoshme e Turqisë e la në hije statusin e saj si një diktaturë ushtarake. Kjo, si edhe një marrëveshje tregtare mbi 200 miliardë euro në vit, ndihmon në shpjegimin e reagimit relativisht të butë të Komisionit Evropian ndaj arrestimit të Imamoglu dhe entuziazmit të tij mbi mundësinë e bashkimit të trupave turke në forcën e sigurisë evropiane në rastin e një armpushimi në Ukrainë. Në përgjigje të arrestimit të Imamoglu, KE bëri një deklaratë ku thoshte se ky akt ngre pikpyetje në lidhje me përputhjen e Turqisë mes traditës së saj demokratike të krijuar prej kohësh. Ishte më shumë një gudulisje se sa një shuplak dhe nuk është era e parë që BE mban këtë qëndrim. Në vitin 2015, kur po negocionte një marrëveshje ku Ankaraja pranonte një pagesë periodike për të penguar kalimin e refugjatëve sirian nga Turqia në Evropë, Brukseli shpërfilli enkas një raport shumë kritik mbi të drejtat e njerëzit në këtë vend dhe e publikoi vetëm pasi u përfundua marrëveshja. Evropianët janë më të shqetësuar që ta kenë në krah Turqinë si aleate. Kjo, pavarësisht arrestimit të liderit të opozitës dhe 10 të tjerëve, të mbyllur në burgun famkeq si Livri në Stamboll. Ai u ndërtua për të strehuar rreth 11.000 të burgosur, por tani numri është dyfishuar. Mediat janë vendosur nën kontrollin e plotë të qeverisë, gjykatat po ashtu. Edhe pas 23 vitesh në pushtet, Erdogan duket se do të bëhet zyrtarisht president i përjetshëm. Nëse jemi
sërish si në epokën e pas luftës së ftohtë, ku në rend të ditës është politika e fuqive të mëdha dhe më pak vende i kushtojnë pak fjalë të drejtave të njerëzit, atëherë pozicioni i Turqisë do të shërbejë. Mund të mos konsiderohet si një fuqi detare, por Turqia kufizohet me detin e Zi, Egjeun dhe Mesdheun dhe ka 7200 km vijë bregdetare, kontrollon hyrjen në ngushticën e Bosforit që çon në detin e Zi. Nëse e mbyll ngushticën, më pak se 1 milje në pikën më të ngushtë, flota ruse e detit të Zi nuk mund të shkojë në Mesdhe dhe më pas në Atlantik. Ndërkaq, Turqia është një urë tregtare toksore që lidh Evropën me lindjen e mesme, Kaukazin dhe deri në vendet e Azisë qendrore. Ajo ka kufi toksor me 8 shtete: Greqinë, Bullgarinë, Gjeorgjinë, Armeninë, Azerbajxhanin, Iranin, Irakun dhe Sirin. Për më shumë se 2500 vjet, kjo gjeografi e ka vendosur Turqinë dhe veçanërisht rajonin përreth Stambollit në udhkryqin e tregtisë. Ajo ka tërhequr persët, grekët, romakët dhe bizantinët. Kur Konstantini i Madh pushtoi qytetin e atëhershëm grek të Bizantit në vitin 330 dhe e quajti Konstantinopoj, Stambolli i sotëm, e gjithë pesha e perandorisë romake u zhvendos drejt lindjes. Rajoni u kontrollua nga kryqëtarët, arabët e më pas osmanët. Turqia shtrihet mbi rreth 1600 kilometra, por është e mbrojtur. Malet përgjat kufive me Iranin, Irakun dhe Sirin ofrojnë një mbrojtje natyrale nga pushtimi në atë drejtim. Për te skaj tjetër të vendit gjendet Hendeku Besarabian. Kjo është fusha bregdetare ku mbarojnë malet Karpate dhe ku një terren i shesht zbret deri në detin e Zi në Moldavinë e sotme. Aftësia për të projektuar forca toksore në Hendek e lejon ushtrinë turke të përparojë drejt Rusisë ose në drejtimin tjetër të Ballkanit, ose të bllokojë një forcë armike që mund të synojë ta kapërcej Hendekun. Turqia moderne ka dalë nga historia e saj e trazuar dhe mban tani marrëdhënie të mira me Ukrainën, Rusinë, Kinën dhe Shtetet e Bashkuara. Ajo ka një ndikim diplomatik gjithnjë më të madh në brirjen e Afrikës, Ballkan, Libi dhe më gjerë. Marrëveshja e grurit në detin e Zi e vitit 2022 midis Rusisë dhe Ukrainës, e cila mund të ketë shmangur mungesat masive të ushqimit në shumë vende në zhvillim, nuk u ndërmjetësua nga Franca, Britania e Madhe apo Gjermania, por nga Turqia. Turqia është gjithashtu një fuqi në rritje edhe në industrinë e mbrojtjes. 70% e pajisjeve të saj ushtarake ndërtohen tani brenda vendit dhe deri në fund të kësaj dekade mund të jetë një nga 10 eksportuesit kryesor të armëve në botë. Projekti i saj i madh është TFX, një avion luftarak që do të zëvendësojë avionët F-16 deri në vitin 2030. Po ashtu, ajo ndërton tanke, automjete të blinduara, nëndetse dhe fregata. Bayraktar TB2 i përdorur gjerësisht nga Ukraina në fushën e betejës është përshkruar si droni që ndryshoi natyrën e luftës. Turqia po investon që të bëhet edhe një fuqi hapësinore për të rritur aftësitë e saj ushtarake. Në fund të vitit të kaluar në Somali nisi ndërtimi i bazës së parë. Vendodhja do ta lejojë të testojë raketa drejt Oqeanit Indian pa rrezikun e rrëzimit të mbeturinave në vende të tjera apo zona urbane. Në vitin 2024 u lëshua sateliti i parë turk i dërguar në hapësirë nga njëra prej raketave SpaceX të Elon Musk.